Ngrohtë dhe intim ndodh mes Limës dhe Dolces. Limi i afrohet Dolces dhe e puth, duke treguar hapur ndjenjat dhe simpatinë që ka për të. Ai nuk ndalet vetëm tek puthja, me një buzëqeshje të madhe dhe shikim të butë, i thot: "Sa e mirë që je", na e ngefe krejt, duke i shprehur kështu vlerësimin dhe admirimin e tij për personalitetin dhe praninë e saj. Fjalët e Limës bien ngadalë dhe me ngrohtësi, duke krijuar një atmosferë intime dhe të veçantë që duket se prek edhe banorët e tjerë që ndodhen pranë. Dolcia, e gëzuar dhe e emocionuar, nuk e ndalon puthjen. Ajo vazhdon të puth Limën, duke treguar se ndjenjat dhe afërsia janë të ndërsjellë. Çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo buzëqeshje mes tyre rrit tensionin emocional dhe ndjenjen e ngrohtësisë që përhapet brenda dhomës. Publiku mund të ndjejë energjinë e momentit, ku qeshjet, shikimet dhe puthjet e tyre krijojnë një atmosferë shumë të bukur dhe intime. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vëzhgojnë këtë moment me kuriozitet dhe pak habi. Disa janë të shokuar nga hapësira emocionale që krijohet, ndërsa të tjerë të shikojnë me admirim dhe qeshin bashkë me çiftin. Energjia e momentit përhapet në ajër dhe krijon një ndjesë ngrohtësie që duket se prek të gjithë të pranishmin. Limi vazhdon të flasë me ngrohtësi dhe për kujdesje, duke i shprehur Dolces se sa shumë e pëlqen dhe sa i rëndësishëm është ky moment për të. Dolcia përgjigjet me të njëjtën përkujdesje dhe dashuri, duke e bërë momentin të duket i natyrshëm, i ndjerë dhe emocional. Çdo buzëqeshje, çdo prekje dhe çdo fjalë e tyre ndërthuret dhe e bën skenën të bukur dhe të paharrueshme. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të ngrohta dhe më emocionuese brenda shtëpisë së Big Brother, ku afërsia, simpatia dhe puthjet ndërthuren për të krijuar një moment të paharrueshëm dhe të dashur. Energjia e ndërsjellë, qeshjet dhe emocionet e tyre bëjnë që shikuesit të ndjejnë gëzim dhe ngrohtësi, duke e bërë këtë një nga skenat më të bukura dhe më të ndjeshme të ditës.